Banorët e fshatit Burimes kanë dalë në protestë kundër projektit për furnizimin me ujë të fshatit Zvezdë. Ata kanë bllokuar rrugën hyrëse të fshatit duke ndalur nga mjetet e drejtorisë së ujësjelljes kanalizimeve Korç, ndërsa kundërshtojnë marrjen e pjesë të ujit nga burimi që aktualisht furnizon Burimesin. Banorët shprehen se kanë vuajtur për rreth 20 vitesh për furnizimin me ujë e se vetëm 2 vitet e fundit kanë një furnizim të qëndrueshëm. Sipas tyre, uji është siguruar fal impulsit të hapur në zonën e guroreve e tashmë kundërshtojnë çdo ndërhyrje që mund të cënojë furnizimin e fshatit. Për momentin, ka 2 vjet e kemi ujë. Dhe do t'i falemi edhe Zotit për natyrën që në ka dhenë, edhe buroria që na i hapi. Nuk na dha as bashkia, as ujësjellsi. Ujësjellsi pa ardhur mirë, u hapu mirë pusi, ujësjellsi na shtridi tubat. Edhe unë e paguaj ujësjellsi. Ujësjellsi nuk ka dhënë as një lek për këtë fshat. Tani ju pse dilni në protestë? Ne dalëm në protestë, se ne duam të mbrojmë ujin, se kemi qenë në fshati Burimes, ka patur shumë ujë, ja kemi edhe në të tjerëve. Tash i kërkojnë nga iman, ne këtu që na dolit, ne japën Zvezdës. Kur ka mos që Zvezda le ta nxjerrë në fshati ti, në tokën e tyre, si që nxorëm neve, le ta nxjerrën ata. Për këtë jemi ngritur edhe do ngrihem. Do vazhdojmë, do ta kërkojmë me forcë më të madhe që të mos na i marrin. Çfarë ndodh në rast se nuk bien dakord autoritetet? Ne do vazhdojmë. Në qoftë se autoritetet nuk bien dakord, le të vita ai që ta shkrija atje malin ta vjellë me bredha me të tërë, ta bëj siç ka qenë, edhe ne do t'ja falim ujin. Do vazhdoni protestat? Do vazhdojmë. Do vazhdojmë, jo sa kaq sa qemi. Akoma më shumë. Banorët thonë se kundërshtimi i tyre liget jo vetëm me ujin, por edhe me historikun e zonës e ndikimin që sipas tyre kanë pasur guroret në jetën e komunitetit. Ata pretendojnë se pusi është hapur pikërisht për shkak të nevojave të gurores, e se banorët kanë përballuar për vite me rang pesor të aktivitetit të saj. Problemi është këtu që Bashkia Maliqi ose ujësjellsi më mirë ka vendosur që ligjin që kemi ne ta lidhë dhe të jap ujë Zvezdës. Ne nuk jemi dakord. Pse? Po ka shumë arsye, po 2 janë kryesore. Në fshatin tonë këtë pusë e ka hapur, po të shkosh tu lart është gurorja. E kanë hapur edhe për përfaqësuesit e gurorës. E kanë hapur enkas për Golloberdën, me qëllim se ne kemi ngrënë tërtymin e tyre, kemi 20 e ca vjet. Pra ju nuk pranoni që të merret uji i fshatit për një fshat tjetër? Me një kusht pranojmë. Në qoftë se që nesër liqen të 2 guroret, ne do vëmë të pim ujin në lumi. Për banorët uji është një çështje etike. Ata kujtojnë periudhën kur fshati nuk ishte furnizim të rregullt e familjet detyroheshin të siguronin ujin në zonat e tjera. Sipas tyre, pas shumë vitesh problematika arzingër e tashmë nuk pranojnë që burimi i ujit të përdoret për furnizimin e një fshati tjetër. Neve shtëpit i kemi rregulluar nga 2 vjet. Shpo i rregullojmë. Para 2 vite unë olla 3 dole kanë shpejt e mia, se nga plasja e minave të këtyre. Edhe këta për të na urgojnë edhe na kanë dalë pusin. Pusin e kemi nga gurorët. Tash Zvezda nuk e do pe fshatin tonë. Ata kanë folur vetë, nuk e duan nga fshati tonë. Duan të hapin kustin e Zvezdës. Tash këta pse duan të vinë ta marrin 10 razi ose me forcë. Se marrin vetë. Pra ju nuk jeni dakord që uji Golloberdës të shkojë në është dakord fshati fare tu. Edhe Zvezda nuk është dakord ta marrë nga fshati tonë. Zvezda kërkon të hapë kusht në malin. Neve ujin e kemi. Fshati është i rregullt me ujë? I rregullt është. Tash neve kemi vojtur me ujin e kemi vojtur ka 20 vjet. Kemi mbushur me bidon, kemi vajtur në fangoj, në maçurisht, me traktor, të fshati. Tash që kemi ujin 24 do ndaj marrin ujin, uji është jetë, si. Protesta ka vijuar me bllokimin e rrugës hyrëse të Burimesit, ndërsa banorët kanë penguar kalimin e mjeteve të drejtorisë së ujësjelljes kanalizimeve Korç. Ata kërkojnë që projekti të rishikohet e që furnizimi i Zvezdës mos cënojë sasinë e ujit të Burimesit. Nga ana tjetër, përfaqësues së ujësjelljes kanalizimeve Korç sjellim se bëhet fjalë për një projekt të ri të miratuar, i cili përcakton qartë burimet e furnizimit. Sipas tyre, nga ky projekt do furnizohen disa fshatra, përfshi Zvezdën, Pojanin e Plasën, synohet që gjithë zona të furnizohet me ujë të pishëm e Burimes nuk do cënohen nga furnizimi 24 orë.